Përveç Betlehemit, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë cila është rëndësia e festës së Krishtlindjes. Cilat janë disa ngaritet që nuk duhet t'ja anashkalojmë. Vërtet, ne fokusohemi tek drita, tek ngjyrat, tek dhurata, tek nata se si do të ashtrojmë darkën e Krishtlindjeve, por harrojmë disa gjëra që janë vërtet shumë të rëndësishme, si festohet në zemër Krishtlindja. E këtë na tregon Padre Rocco. Kamera e misionit e Tokim është zhvendosur në Famulin Grudere për të takuar një padre i cili do të na tregojë rëndësinë e Krishtlindjes, rëndësinë e kësaj feste të bukur. Cilat janë disa nga ritualet e kësaj feste, cilat janë disa nga gjërat më të veçanta të cilat do t'i përcjellim përmes këtij inserti. Jemi me Padre Roccon. Padre Rocco, mirë se të gjetëm dhe faleminderit që na pritet. Mirë se erdhët edhe gjithmonë të mirëpritur në shtëpinë e Zotit edhe në shtëpinë tonë. Festa e Krishtlindjeve është një ndër festat më të bukura, por edhe më të angazhuara. Si e sheh ti se po zhvillohet kjo festë në vitin 2025? Para së gjithash, festa e Krishtlindjes është një festë që shndrit, rrugë ndriçohen, shtëpitë mbushen me jetë, me drita, shkëmbimi i dhuratave, por kjo festë ka dhe një rrezik, ndoshta më të në vetvete, sepse për festa për të cilën ne festojmë Krishtlindjen, nganjëherë Jezusi nuk është prezent në jetën tonë, në familjet tona. Prandaj kjo është edhe një festë ftesë që të hyjmë në misterin e mishërimit të Jezu Krishtit në botë. Kjo është një festë që na kujton që e hynueshmja takon njerëzin tonë, prek njerëzin tonë. E përjetshmja takon kohën tonë. Pra kemi një takim të Zotit me të padukshmin, me të dukshmin. Pra është kjo misteri i Krishtlindjes. Edhe besoj që edhe këtë vit nuk është një përsëritje e Krishtlindjes, por çdo Krishtlindje është një Krishtlindje në vetvete. Jezu Krishti lind përsëri edhe këtë vit në jetën tonë, në Betlehemet e zemrës tonë. Si mund të ndihmojmë njerëzit që ta përjetojnë më mirë këtë lindjen e Krishtit, me gjithë këto angazhimet, me gjithë këto punët që janë të përditshme dhe janë të përhershme në fakt për jetën e njerëzve, me problematikat e Shqipëria po kalon goxha shumë problematika. Si të ndihmojmë njerëzit që të jenë më afër Krishtit, ta ndjejnë lindjen e tij? Koha e Krishtlindjes ose Krishtlindja para përgatitet nga një kohë që quhet koha e ardhjes, që janë 4 javë. Dhe mendoj që ne kemi shumë të nevojshme të ulemi, të marrim frymë thellë, të meditojmë, të shohim vetveten se ku jemi, të shohim dhe të realizojmë ato pak ëndra që na kanë mbetur. Dhe besoj që Jezusi, që është vetë drita, është ajo simboli Krishtlindjes që ndez, që mban gjallë të gjithë zjarrin e dashurisë që Zoti na ka dhëruar neve. Edhe situata në Shqipëri sigurisht është një situatë që po përjeton pak a shumë edhe periudhën në të cilën Jezusi ka lindur, sepse po ta dim një paralelizëm i bukur ky. Sepse Herodi donte ta vriste Jezusin, sepse nga frika që ai mos të bëhej mbret. Shpesh herë në vendet tona, në mentalitetin tonë, në kulturën tonë, shumë kush ka dëshirë të vras shpresën tonë, të vras të ardhmen tonë, të vras identitetin tonë. Prandaj kjo është një kohë kthimi i identitetit tonë si të krishterë, por edhe si shqiptarë, si njerëz të Zotit, sepse besoj se gjithë secili nga ne, si më i miri, si më i keqi, ka një dritë në shpirtin e tij, në zemrën e tij. E shpesh herë kjo dritë mbulohet nga mllëfi, mbulohet nga padrejtësia, mbulohet nga pakujdesia, nga shumë gjëra të tjera. Prandaj kjo është një kohë që të fshijmë pluhurat e zemrës tonë për të gjetur atë dritë që Zoti
e ka ndezë në jetën tonë me ardhen e Jezu Krishtit. Sa bukur e ke thënë, ti fshim pluvrat, jo vetëm të shtëpisë, siç bëjnë zakonisht nënat këtu, jo pjesa tjetër, por edhe pluvrat e zemrës. Dhe janë ritualet, mendoj, të cilat na ndihmojnë, jo vetëm kishën, por edhe njerëzit për të gjetur këtë dritën e vërtet që ju thoni. Cilat janë disa nga ritualet që janë të domosdoshme në festën e Krishtlindjes? Një nga ritualet për ne është kremtimi e Eukaristisë së Shenjtë, pra e meshës së Shenjtë, ku zakonisht nga traditat tona gjithmonë kremtohet gjatë natës. Pra Jezusi që lind në errësirën më të madhe e të natës. Edhe pikërisht në datën 25 dhjetor është një datë fikse që më përpara ishte një festë pagane që kremtohej solstici i diellit, pra do të thotë që një ditë pas do të fillonte që të ditët zgjateshin më shumë. Pra dielli fillonte të zgjatet ndryshonte më tepër. Dhe kjo është simbol që Jezu Krishti lind në natën më të gjatë të vitit. Por është pikërisht ai që ndriçon çdo errësirë të jetës sonë. Kjo është edhe një mesazh teologjik që kisha në shumë shekuj ka dashur ta transmetojnë dhe transmetojnë akoma sot. Edhe kur jemi të raskapitur nga jeta, nga vujtjet, nga dhimbjet, kjo dritë e Krishtit atëherë ndryshon komplet kontekstin e asaj nate. Dhe bëhet nata më e lume, bëhet nata më e bukur, bëhet nata më e ndritshme. Prandaj edhe kjo është mesazhi i mishërimit të Jezu Krishtit, që me mua edhe nata ma e errët bëhet dritë. Dhe vërtet një mesazh tepër i bukur edhe prekës. Si e përjetojnë njerëzit, besimtarët? A janë drejtuar më tepër kishës gjatë viteve në vijim? Festa Krishtlindjes, ndoshta mund të themi është një ndër festat që frekuentohet më shumë, ka më shumë ngrohtësi, ku edhe shumë emigrantët lëvizin, familjet bashkohen. Por për sa përket numrit që marrin pjesë, gjithmonë jemi stabil, ne kemi sepse ndoshta festa që është më persona që marrin më shumë pjesë, ndoshta Krishtlindjet edhe Pashkët. Por kemi ata persona që vendosin, kanë një zgjedhje në jetën e tyre që edhe pse kalon Krishtlindja, ata marrin pjesë përsëri në meshë, sepse çdo ditë është një ditë Krishtlindjet për ne, është një ditë shpresë, një ditë që duhet ta jetojmë me gjitha forcat tona, me gjithë mundësitë tona. Sa veçantë është festa e Krishtlindjeve për ty, për te i petkut që ti mban veshur, për te i ritualeve të festë që duhet, na trego pak. Për një meshtar, sigurisht është një festë jashtëzakonshme, mund të themi që ne hymë më shumë në thellësinë e misterit, por gjithmonë, personalisht, unë kur kremtoj Krishtlindjen, kthehem pak pas në fëmijërinë time, që duke përjetuar Krishtlindjet në mënyrë shumë unike, të varfër, por unike. Unë kujtoj shumë mirë kur përgatitnin Betlehemin, kishim personazhin e Zojës, por nuk kishim të Jozefit, ose na mungonte një dele, na mungonte Jezusi, por e gëzimi i fëmijëve tanë, e syve tanë ishte aq i shndritshëm sa vetë Krishti. Prandaj kjo është një copës që unë kthehem gjithmonë pas, por duke e përjetuar si meshtar. Për ne është e rëndësishme që të jemi më afër edhe njerëzve, mbi të gjitha ndaj familjeve në nevojë. Ne kemi edhe një program së bashku me TRIT që do të shkojmë për të vizituar dhe për të sjellë diçka aty në familje që ka nevojë. Një kujdes kërkojmë me sa mundsi kemi të kemi anke edhe ndaj të moshuarve. Një zonë jonë është një zonë plot me persona të praktikën, të moshuar, të sëmurë që kanë nevojë edhe ato për pak dritë. Edhe kremtimi i sakramenteve. Ne jemi këtu edhe për këtë sakramentin e rrëfimit, por edhe për të përjetuar natën e Krishtlindjes, si thash më parë që është natë e veçantë, kur Jezu Krishti foshnjë sillet në procesion dhe çohet drejt Betlehemit dhe aty fillon muzika, fillojnë këngët, fillon ndriçimi i kishës edhe merr jetë çdo jetë e jona. Vërtet tepër e bukur dhe emocionuese çdo detaj që ti përshkruan. Unë falenderoj shumë për kohën, por edhe mikpritjen e madhe që ju na dhuruat. Një urim për të gjithë miqtë e emisionit Të Tokim. Për gjithë miqtë e juaj, uroj që në çdo shtëpi të ketë dritë, në çdo zemër të ketë dritë, edhe ju ftoj që të rizbuloni atë dritë që ju keni në zemrën e juaj, në shpirtin e juaj. Faleminderit. Faleminderit edhe juve edhe për shumë vjet.